Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Finiqi dhe Delvina u përballën edhe këtë sezon veror me zjarre të përmasave të mëdha ku situata më problematike u shënua në territorin e Bashkisë Finiq. Pas një betejë disa orëshe me flakët, vatrat që rrezikuan fshatra dhe banesa u vënë në kontroll fal operacionit të koordinuar të forcave zjarfikse, policisë së shtetit, forcave të armatosura, mbrojtjes civile dhe ndërhyrjes nga ajri me 3 helikopter. Aktualisht situata është e qetë ndërsa vijon monitorimi zonave të prekura. Policia rrugore e Gjirokastrës ka shtuar kontrollet në të gjitha akset e qarkut duke përdorur dron, radar dhe makina inteligjente për parandalimin e aksidenteve. Vetëm gjatë 10 ditësh të fundit të korrikut janë vendosur 2198 masa administrative, është arrestuar një drejtues mjeti, janë proceduar penalisht 6 të tjerë dhe janë pezulluar 3 leje drejtimi. Policia apelon për respektimin e rregullave të qarkullimit dhe denoncimin e shkeljeve në numrin 112. Rreth 500 hektar tokë bujësore me misër dhe jonxh po vaditen këtë sezon në Bashkinë Dropull nga rezervuarët e Pepelit, Likomilit dhe Peshkëpisë. Ndërkohë ka nisur punimet për rehabilitimin e një segmenti të kanalit vaditës në Vrisera, ndërsa pas sezonit do të ndërhyet në digën e rezervuarit të Pepelit, më i madhi në jug të vendit. Gushti do të shoqërohet me një sër aktivitetesh në qytetin e Gurë të Gjirokastrës, festivale, koncerte, kinema, e hapur filma për fëmijë, të tjera organizime përbëjnë kalendarin e pasur të këtij muaji me qëllim gjallërimin e jetës artistike dhe kulturore gjatë sezonit turistik. Ju njohim tani më gjerësisht. Finiqi dhe Delvina u përballën edhe këtë sezon veror me zjarre të përmasave të mëdha, ku situata më problematike u shënua në territorin e Bashkisë Finiq. Pas një betejë disa orëshe me flakët, vatrat që rrezikuan fshatra dhe banesa u vënë në kontroll fal operacionit të koordinuar të forcave zjarfikse, policisë së shtetit, forcave të armatosura, mbrojtjes civile dhe ndërhyrjes nga ajri me 3 helikopter. Janë rikthyer zjarret përvoluese në jug të vendit, duke e kthyer fillimin e muajit gusht në një betejë të vështirë me flakët. Një rajon i gjerë nga fshatrat e Bashkisë Finiq si Kostari, Mesopotami e Matomara, deri në hyrje të Bashkisë Delvinë në fshatin Vllahat u përfshin nga vatra të mëdha zjarri. Banorët përjetuan orë të vështira dhe të mbushura me ankth. Në momentet e para, shumë prej tyre u përpoqën të mbronin vetë banesat dhe pronat deri në mbërritjen e forcave zjarfikse nga Finiqi, Delvina, Saranda, Konispoli, si dhe të strukturave të mbrojtjes civile, policisë së shtetit dhe forcave të armatosura. Në disa momente, sidomos në territorin e Bashkisë Finiq, flakët rrezikuan të dilnin jashtë kontrollit dhe tu afroheshin banesave. Situata u përballua fal koordinimit të gjitha strukturave të angazhuara në terren. Vendimtare në izolimin e zjarrit ishte ndërhyrja nga ajri. 3 helikopter punuan pa ndërprerje në kushte të vështira, mes temperaturave të larta dhe terrenit të thyer, duke bërë të mundur frenimin e përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara. Pas një operacioni që zgjati për orë të tëra, zjarret u vënë në kontroll. Dita e sotme është paraqitur e qetë, ndërsa situata po monitorohet nga strukturat përgjegjëse, siç konfirmon edhe nënprefekti i Sarandës, Kristaq Kiço. Janë dëme në pemtari, në ullinj, të cilat kuptohet që bashkia do organizoj verifikimin në vend edhe do shikojmë se sa është dëmi konkret. Zjarri në fakt, meqense ishte i përmasave të mëdha dhe duke i në momentet e para i papërballueshëm, është futur edhe në fshatin e Kostarit, por kuptohet edhe me ndërhyrjen e forcave të rendit që duhet i falenderojmë, është bërë edhe evakuimi i banorëve me qëllim që mos të kemi problematika të humbjes së jetës dhe në fakt nuk kemi pasur dëme edhe në banesa. Ka pasur dëme të vogla, është futur deri në oboret e shtëpive, por me dëme të vogla të cilat kuptohet do mundohemi tani në ditët në vazhdim t'i rikuperojmë. Meqense më jepni rastin të bëj një apel për banorët që ditët në vijim do jenë shumë të vështira, edhe lajmërimet edhe nga meteorologjia
janë për një kujdes të shtuar për shkak të temperaturave të larta dhe të errave të cilat do frynë gjatë gjithë këtyre ditëve. Duhet treguar një kujdes maksimal që njerëzit të shmangin në mënyrë të prerë vendosjen dhe përdorimin e vendosjen e zjarrit në kudo në çfarëdo lloj ambienti. Ajo që duhet theksuar dhe e kemi diskutuar edhe dje me gjithë strukturat është problematika që krijojnë linjat e tensionit, meqense linjat janë për një periudhë dekadash që nuk është bërë rekonstruksion i atyre, por edhe zjarret e vitit të kaluar kanë dëmtuar linjat, izolatorët, dhe gjitha këto shkaktojnë në shumicën e rasteve me diskutimet që kemi pasur edhe me kryetarët e bashkive janë shkaktuar nga linjat elektrike. Zjarret e ditëve të para të gushtit në Finiq dhe Delvin janë një tjetër kujtesë për rrezikun që sjell çdo pakujdesi gjatë sezonit të verës. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të respektojnë masat e sigurisë, të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr dhe të bashkëpunojnë me strukturat në terren për mbrojtjen e jetës, pronës dhe pasurisë natyrore. Përgatitjet për vitin e ri mësimor ka nisur në institucionet arsimore të Gjirokastrës. Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi ka ndarë pamje nga puna në terren duke ndjekur nga afër ecurinë e punimeve në shkolla dhe kopshte me synim që nxënësit dhe mësuesit ta gjejnë vitin e ri me ambiente të gatshme, funksionale dhe me standarde më të mira. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar investimeve në gjimnazin Siri Shapullo dhe kopshtin Cicërimat, ku falë mbështetjes së donatorëve janë krijuar kushte më bashkohore për komunitetin arsimor. Ndërhyrjet përfshin edhe sisteme moderne ngrohje dhe ftohje të bazuara në energji të rinovueshme, duke rritur komfortin dhe eficiencën energjetike të këtyre institucioneve. Bashkia Gjirokastër vijon punën për përfundimin e kohë të përgatitjeve në mënyrë që viti i ri shkollor të gjejnë nxënësit dhe stafit pedagogjike në ambiente më të përshtatshme. Policia rrugore e Gjirokastrës ka shtuar kontrollet në të gjitha akset e qarkut duke përdorur dron, radar dhe makina inteligjente për parandalimin e aksidenteve. Vetëm gjatë 10 ditësh të fundit të korrikut janë vendosur 2198 masa administrative. Është arrestuar një drejtues mjeti, janë proceduar penalisht 6 të tjerë dhe janë pezulluar 3 leje drejtimi. Policia rrugore e Gjirokastrës ka intensifikuar kontrollet në gjitha akset e qarkut gjatë sezonit turistik, duke përdorur dron, radar dhe makina inteligjente për të parandaluar aksidentet dhe për të menaxhuar fluksin e shtuar të automjeteve. Sipas policisë, vëmendja është përqendruar te drejtuesit i shkelin rregullat e qarkullimit, veçanërisht ata që lëvizin me shpejtësi mbi normat e lejuara, kryejnë parakalimet gabuara, drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit ose pa leje drejtimi. Shërbimet e policisë rrugore të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër janë të angazhuara në përmbushjen e detyrimit ligjor që kanë parandalim, konstatim dhe evidentim i shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor. Tani ndodhemi dhe në kulmin e sezonit turistik 2026 dhe i marrim të gjitha masat për të pasur një qarkullim sa më normal, vendose në përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion, siç është radari, droni, makina inteligjente me qëllim konstatimin e shpejtësisë. Qarku Gjirokastër është një port hyrëse me pikën kufitarit Kakavis për në Shqipëri, si dhe një rrugë kalimi drejt Sarandës. Ndaj merren të gjitha masat për të pasur një qarkullim sa më normal, që të mos ketë bllokime rrugës, sidomos në pikën turistike të ujit të ftohtë. Ushtrojmë kontrolle për të konstatuar dhe ndëshkuar të gjitha shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor, siç janë parakalimet e gabuara, shpejtësitë e normave të lejuara, përdorimi i pijeve alkolike nga ana e drejtuesve të mjeteve, përdorimi i celularit dhe xhamat e riveshur. Ndërkohë nga masat dhe në zonat urbane për ndëshkimin e parkimeve të gabuara, policia rrugore e qarkut Gjirokastrës ju bën apel drejtuesve të mjeteve që të jenë sa më të kujdesshëm kur qarkullojnë në rrugë, të mos përdorin pije alkolike para lëvizjes me mjet, të vendosin rripin e sigurimit gjatë lëvizjes, të mos përdorin celulari pasi është një shkelje shumë e rrezikshme në rrugët tona, të mos kryejnë parakalime të gabuara si dhe të respektojnë normat e lejuara të shpejtësisë.
Gjatë periudhës 23-31 korrik, policia rrugore ka arrestuar një drejtues mjeti dhe ka proceduar penalisht 6 të tjerë për drejtim të parregullt të mjeteve dhe shkelje të rregullave të qarkullimit. Gjithashtu janë pezulluar 3 leje drejtimi. Në total janë vendosur 2198 gjoba administrative, ku pjesën më të madhe e zën 834 gjoba për parakalimet gabuara dhe 663 për tejkalim të shpejtësisë. Janë dëshkuar gjithashtu drejtues për ndalim të gabuar, drejtim mjeti në efektin e alkoolit, mos vendosje të kaskës mbrojtëse, mos vendosje të ripit të sigurimit dhe shkeljet të tjera të kodit rrugor. Policia bën të ditur se kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror dhe u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo shkelje të rregullave të qarkullimit në numrin pa pagesë 112. Pikat kufitare të kakavijës, treurave, qafbotës dhe porti Sarandës vijojnë të përballojnë fluks të lartë të lëvizjesh gjatë sezonit veror. Vetëm 3 gusht në kakavijë dhe treurat u përpunuan mbi 9500 shtetas dhe rreth 2800 automjete. Ndërsa gjatë muajit korrik, qafbota dhe porti Sarandës regjistruan mbi 138.000 pasagjerë. Autoritetet kufitare bëjnë të ditur se shërbimet po operojnë me kapacitete të plota për të garantuar përpunimin e shpejtë dhe pa vonesa të udhëtarëve. Fluksi i lartë të lëvizjesh është regjistruar gjatë 24 orëve të fundit në pikat kufitare të qarkut të Gjirokastrës, ku mijëra qytetarë dhe automjete kanë hyrë e kanë dalë nga territori shqiptar. Pika e kalimit kufitar të Kakavijës vijon të mbajë peshën kryesore të qarkullimit. Gjatë 3 gushtit në këtë pikë janë përpunuar 9141 shtetas, nga të cilët 5209 në hyrje dhe 3932 në dalje. Ndërkohë janë përpunuar edhe 2626 automjete, me 1470 hyrje dhe 1156 në dalje. Sipas të dhënave të policisë kufitare, 1211 shtetas kanë hyrë në Shqipëri për qëllime turistike, duke konfirmuar interesin e lartë për jugun e vendit edhe gjatë muajit gusht. Lëvizjet janë regjistruar edhe në pikën kufitare të treurave, ku gjatë së njëjtës ditë janë përpunuar 447 shtetas, së prej tyre 206 në hyrje dhe 241 në dalje, si dhe 172 automjete me 85 në hyrje dhe 87 në dalje. Nëpërmjet kësaj pike kufitare kanë hyrë për qëllime turistike 43 shtetas. Blut e kufirit bëjnë të ditur se shërbimet vijojnë të operojnë me kapacitete të plota për të përballuar fluksin e sezonit veror, duke synuar përpunimin sa më shpejt udhëtarëve dhe mjeteve. Muaji korrik ka shënuar fluksin më të lartë të lëvizjes së udhëtarëve në pikën e kalimit kufitar të qafbotës dhe në terminalin e trageteve të portit të Sarandës. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë këtij muaji janë regjistruar gjithsej 138.189 pasagjerë në hyrje dhe dalje, duke konfirmuar intensitetin e sezonit turistik në jug të vendit. Nga ky total, 67.128 pasagjerë kanë hyrë në territorin shqiptar, prej të cilëve 28.910 janë shtetas shqiptar dhe 38.218 shtetas të huaj. Ndërkohë në dalje janë regjistruar 71.061 pasagjerë, mes tyre 31.015 shtetas shqiptar dhe 20.026 shtetas të huaj. Edhe qarkullimi i automjeteve ka qenë i lartë. Gjatë korrikut kanë hyrë në vend 18.640 mjete, ndërsa kanë dalë 19.642. Autoritetet bëjnë të ditur se në pikën e kalimit kufitar qafbot dhe terminalit trageteve në portin e Sarandës kanë operuar me kapacitet të plot gjatë gjithë muajit në bashkëpunim me agjencitë private. Kjo ka bërë të mundur përballimin e fluksit pa vonesa të konsiderueshme apo problematika në përpunimin e udhëtarëve dhe mjeteve. Të dhënat tregojnë se edhe këtë verë, qafbota dhe porti Sarandës mbeten ndër pikat më të rëndësishme të hyrje daljeve në jug të Shqipërisë, duke shërbyer si porta kryesore për turistët dhe emigrantët gjatë sezonit veror. Policia e Sarandës ka finalizuar operacionin e koduar silenciatori duke parandaluar një ngjarje të rëndë kriminale dhe arrestuar 5 persona të cilët dyshohet se kishin shkuar në qytet për të kryer një vrasje. Sipas policisë, fal informacioneve të siguruara në rrugë operative dhe ndërhyrjes së shpejtë të forcave të rendit, 2 persona u kapën në flagrancë në fshatin 6 pranë një lokali, ndërsa kishin nxjerrë nga automjeti 2 armë zjarri, pistoleta, municion luftarak dhe një silenciator. Ata ndodheshin në prit në një zonë në pandriçim, në pranë nga Ranë SM 32 vjeç, banues në Tiranë dhe AK 26 vjeç, banues
në Kavaj. Ndërkohë, u arrestuan edhe VH 20 vjeç, VP 31 vjeç dhe FB 21 vjeç, të akuzuar për veprën penale, mos kallëzimi i krimit. Gjatë operacionit u sekuestruan 2 armë zjarri pistoleta, municion luftarak, një silenciator dhe 2 automjete. Hetimet paraprake tregojnë se grupi kishte mbritur në Sarandë me qëllim kryerjen e një atentati, ndërsa prokuroria dhe policia po vijojnë hetimet për të identifikuar objektivin e synuar, motivet dhe personat e tjerë të përfshirë. Rreth 500 hektar tokë bujqësore me misër dhe jonxh po vaditen këtë sezon në bashkinë Dropull nga rezervuarët e Pepelit, Likomilit dhe Peshkëpis. Ndërkohë ka nisur punimet për rehabilitimin e një segmentit kanalit të vaditës në Vrisera, ndërsa pas sezonit do të ndërhyet edhe në degën e rezervuarit të Pepelit, më i madhi në jug të vendit. Në bashkinë Dropull gjatë këtij sezoni janë mbjellë rreth 500 hektar me misër dhe jonxh, sipërfaqe që vaditet nga rezervuarët e Pepelit, Likomilit dhe Peshkëpis, për të garantuar furnizimin me ujë të tokave bujqësore dhe për t'u ardhur në ndihmë fermerëve gjatë sezonit të vaditjes. Po punohet për përmirësimin e kanalit vaditës në fshatin Vrisera me një gjatësi prej rreth 1 kilometër. Bashkia Dropull përmirëson dhe punohet për përmirësimin e infrastrukturës ujitëse. Gjatë këtij vitit neve po punojmë për ndërtimin ose rehabilitimin e kanalit vaditës në Vrisera me një gjatësi prej 1 kilometër, i cili aktualisht është në punë në vijim. Pas përfundimit të sezonit të vaditjes, institucioni përgjegjës do të ndërhyjë për rehabilitimin e digës së rezervuarit të Pepelit, i cili është rezervuari më i madh në jug të vendit. Ndërhyrja synon rritjen e sigurisë së digës dhe përmirësimin e kapaciteteve për furnizimin me ujë të sipërfaqeve bujqësore. Mbas mbarimit të sezonit të vaditjes, do filloj rehabilitimi i rezervuarit, i digës rezervuarit të Pepelit, që është ndër rezervuarët më të mëdhenj në jug të Shqipërisë, i përfshirë në digat e mëdha. Është përcaktuar dhe firma e cila do të bëj rehabilitimin e digës dhe të gjithë rezervuarit. Digat duhet mirë mbajtur se përndryshe paraqesin në rrezik tepër të madh. Dhe e dyta është rritjen e kapacitetit të ujëmbajtjes të liqenit, për shkak sepse do të pastruohen gjitha ato grumbullimet ndër vite. Investimet në mirëmbajtjen e rezervuarëve dhe rehabilitimin e infrastrukturës vaditëse synojnë të krijojnë kushte më të mira për zhvillimin e bujqësisë dhe rritjen e prodhimit në bashkinë Dropull. Gushti do të shoqërohet me një sër aktivitetesh në qytetin e gurë të Gjirokastrës, festivale, koncerte, kinema e hapur, filma për fëmijë e të tjera organizime përbëjnë kalendarin e pasur të këtij muaji, me qëllim gjallërimin e jetës artistike dhe kulturore gjatë sezonit turistik. Gjatë muajit gusht, Gjirokastra dhe rrethinat e saj do të kthehen në hapësira të mëdha festash kulture, arti dhe muzike. Bashkia Gjirokastër ka përgatitur një kalendar të pasur me aktivitete kulturore që do të gjallërojnë urgicat me kaldrëm nga sheshet historike deri tek fshatrat që tashmë kanë marrë vëmendjen e vizitorëve të huaj. Sa i përket aktiviteteve në njësitë administrative, kemi ashtu si çdo vit Divani Lunxhot, i cili kësaj here vjen me një risi, do të zhvillohet në fshatin e Rinë dhe në fshatin Kakoz në datën 28 dhe 29 gusht. Kemi festën e miqësisë, e cila do të vinë në sheshin e Çeçizit prej datës 21 deri në datën 23. Çeço Fest, i cili vjen në datën 7, 8 dhe 9 gusht, do të zhvillohet në Kalan e qytetit. Kemi ansamblin folklorik të këngëve dhe vallëve që do të vi dhe do të performojnë në sheshin e Çeçizit në datën 13 gusht. Në datën 15 gusht do të kemi te Odeoni një orkestër simfonike të madhe e përbërë me 70 instrumentistë, të cilët do të performojnë pra te Odeoni tek Bashteti Qes, ashtu siç e njohin edhe vendasit. Si muaj fundit të pushimeve për fëmijët, është menduar që edhe ata të shijojnë këto ditë gushti përmes aktiviteteve që organizohen posaçërisht për ta.
sigurisht nuk mbeten pas edhe aktivitetet për fëmijë që do të gjallërojnë jetën kulturore, le të themi artistike, edhe sa i përket fëmijëve të qendrës kulturore Fato Berberi dhe ku do të jenë pjesë e festivalit internacional Short Films, do të shfaqet në kineman e qytetit, por edhe në ambientet përreth në oborin e qendrës kulturore të fëmijëve, aty ku do të kenë mundësinë të shfaqin talentin e tyre në pikturë. Kemi Twinkle Awards, një aktivitet i cili përmban, le të themi, këngë dhe ekspozita të ndryshme të fëmijëve, të realizuara nga fëmijët, po ashtu do të jetë në sheshin qendror, në sheshin Çeçistopulli, do të kemi kinema të hapur në sheshin Çeçistopulli, po ashtu nga data 6 deri në datën 10, ku të gjithë kanë mundësinë të vinë dhe të shohin filmat e tyre të preferuar mbrëmjeve. Dhe kinemaja e qytetit vjen sërish edhe këtë muaj me filma po ashtu për fëmijë. Kalendari kulturor i Bashkisë Gjirokastër për muajin gusht startoi me vendin Ison mbi kaldrëm, i cili do të vazhdojë për çdo fundjavë në pazarin karakteristik me performancat e grupeve popullore. Mes pejsazheve të bukura të fshatit Këllëz, bendi Rikës vijon të ruajë gjurmët e një trashëgimie të veçantë lidhur me ujin, natyrën dhe mjeshtërinë tradicionale të ndërtimit. I vendosur në një mjedis natyror të veçantë mbi përojën e Gurës, bendi Rikës përfaqëson një nga dëshmitë më interesante të inxhinierisë tradicionale të ujit në qarkun e Gjirokastrës. Kjo vepër monument kulture i kategorisë së parë ndërtuar me gur të vendit është një shembull i harmonisë mes dijes së të komuniteteve lokale dhe përshtatjes me karakteristikat e terenit. Për te i funksionit të tij praktik në menaxhimin e ujrave, bendi mbar të vlerat të rëndësishme historike, teknike dhe arkitektonike. Muri monumental për i guri, forma e harkuar që ndjek relievin e luginës, porta me qemer gjysmërrethor dhe elemente tradicional të ndërtimit, dëshmoj nivelin e lartë të mjeshtërisë ndërtuesve vendas dhe mënyrën e organizimit të jetës rreth burimeve natyrore. Vizita në bendin e Rikës ofron një përvojë të veçantë për ta pasionuarit pas historisë, arkitekturës tradicionale, peizazhit dhe mënyrave të jetesës së dikurshme. Objekti krijon një lidhje të drejtë për drejtë mes trashëgimisë së ndërtuar dhe natyrës përreth, duke e bërë atë një pikë me potencial të rëndësishëm për turizmin kulturor dhe atë të natyrës. Pozicioni i tij në fshatin Këllëz, pranë burimeve të ujit dhe në një peizazh tipik të zonave të jugut të Shqipërisë, e shndërron bendin e Rikës në një destinacion të rreqës për vizitorët që kërkojnë të zbulojnë monumente autentike, larg itinerareve të zakonshme turistike. Ruajtja dhe mirëmbajtja e këtij monumenti nuk lidhet vetëm me konservimin e një strukture të vjetër, por edhe me mbrojtjen e një historie të gjallë që tregon marrëdhënien e komunitetit me ujin, natyrën dhe traditat e ndërtimit. Bendi Rikës është një dëshmi e vlerave të trashëgimisë lokale dhe një pikë e re referimi për eksplorimin e pasurisë kulturore të zonës së Gjirokastrës. Gryka e Këlqyrës po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion të zgjedhur, jo vetëm për turizëm, por edhe për organizimin e ceremonive të veçanta. Pikërisht në këtë peizazh unik buzëvjosës, Ilva dhe Sajmir Hodo kurorzuan dashurinë e tyre pas gati 20 vite shpritje, duke shndërruar këtë ceremoni në një histori frymëzuese. Ka histori dashurie që sfidojnë kohën, histori që nuk maten me ditë apo vite, por me besimin se ëndrat e vërteta nuk vdesin kurrë. Kjo është historia e Ilvës dhe Sajmir Hodos, dy emigrantë shqiptarë që pas gati 20 vjetësh vendosën të realizojnë ëndrrën e tyre më të bukur, dasmën që jeta ua kishte shtyr për kaq gjatë. Gjithçka nisi më 14 shkurt të vitit 2003. Të dy ishin student në degën e infermierisë në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Sajmiri nga Kuqari i Përmetit dhe Ilva nga Antigonea e Gjirokastrës. U njohën, u dashuruan dhe vendosën të jetonin jetën së bashku. Por, si shumë të rinj shqiptarë të asaj kohe, rruga nuk ishte e lehtë. Pas diplomimit nuk gjetën mundësi të ushtronin profesionin e tyre dhe emigracioni u bë zgjidhja e vetme. Në vitin 2008 u vendosën në Como të Italisë, ku nisën një jetë të re me punë, sakrifica dhe përgjegjësi. Në Itali ndërtuan familjen e tyre dhe u bën prindër të dy vajzave, Emily dhe Mia. Megjithatë, një ëndër mbeti gjithmonë e paplotësuar. Ilva nuk e kishte humbur kurrë dëshirën për të veshur fustanin e bardhë të nuses, ndërsa Sajmiri nuk e kishte haruar premtimin për ta bërë atë nuse në vendlindje.
Dhe pas gati 20 vjetësh, ajo ndër u bë realitet. Në grykën madhështore të Kulqyrës, buz Vjosës, mes natyrës së paprekur dhe peizazhit që të lë pa frym, u organizua ceremonia që preku zemrat e të gjithëve. Nuk ishte thjesht një dasm, ishte përmbushja e një premtimi, një feste e dashurisë që kishte fituar mbi kohën. Miqtë dhe të afërm kishin ardhur nga Shqipëria dhe Italia për të qenë pranë çiftit në këtë ditë të veçantë. Emocionet kulmuan kur Ilva u shfaq me fustanin e bardhë, ndërsa pranë saj qëndronte Sajmiri me të njëjtën buzëqeshje që kishte kur i premtoi dashuri në vitet e studimeve. Por momenti më prekës ishte ai i dy vajzave të tyre, Emili dhe Mia. Nuk po ndiqnin një dasëm të zakonshme, ato po shikonin prindrit e tyre të bëheshin nuset e dhëndër, një kujtim i rrallë që do t'i shoqërojë gjatë gjithë jetës. Po aq emocionuese ishte prania e dy nënave, të cilat pan të realizohej një dëshirë mbajtur gjallë për shumë vite. Bekimi i dy pastorëve të ardhur nga Como dhe Bazeli i dha ceremonisë një domethënie edhe më të veçantë, duke bashkuar simbolikisht vendin ku lindi dashuria me atë ku ajo u rrit dhe u bë familje. Në fund të ceremonisë, larg muzikës, zhurmës së festës, Ilva dhe Sajmiri ecën dorë për dorë buz Vjosës, ndërsa përpara tyre vraponin Emili dhe Mia. Ishte një pamje që fliste më shumë se çdo fjalë, sepse nuk ishte vetëm historia e një dasme të vonuar, ishte historia e mira e emigrantëve shqiptar që kanë shtyrë ëndrat e tyre për të ndërtuar një jetë më të mirë për familjet e tyre. Dhe ishte një kujtesë e bukur se dashuria e vërtet nuk njeh afate. Ajo pret, duron dhe, kur vjen koha, shpërblen ata që nuk reshtin së besuari. Ashtu si Vjosa që vazhdon rrjedhën e saj drejt detit, edhe ëndrat e Ilvës dhe Sajmirit gjetën më në fund rrugën drejt destinacionit, sepse ndonjëherë ëndrat më të bukura janë pikërisht ato që din të presin. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTSH Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.